Loredana Brati, e njohur për publikun nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për humorin dhe sinqeritetin e saj, ka rrëfyer në një emision se nuk po kalon një periudhë të mirë. Eksperienca brenda shtëpisë së famshme nuk ka qenë aq e lehtë. Unë ndjej shumë energjit, e gjitha ndikojnë në mirëqenien time. Pata një farë sinjali kur nuk isha me Aurisi më parë, nuk kam qenë aq mirë. Edhe videot që shikoja kur dola ishin si një pthik në plagë dhe më ndikuan. Vendosa të rrethohesha me njerëz të besueshëm dhe që më jepnin pozitivitetin që më mungonte. E kam parë që nuk kisha më dritën kur hyja në shtëpinë e famshme. Tani po përpiqem ta rikuperoj. Nuk mund të them që jam në periudhën time më të mirë. Sado ishte një eksperiencë e fortë, u shpreh Loredana. Dërsa për marrëdhënien me Jozin, ajo kishte këto fjalë: e kam kërkuar ta analizoj ndjenjat, veten, në raportin parën tjetër. Nuk ndihem mirë të flas për këtë muhabet. Kjo është arsyeja pse nuk kam folur, nuk ndihem akoma gati. Do të vi momenti dhe do t'i them të gjitha. Publiku te unë ka vlerësuar sinqeritetin, vetëm u kërkoj pak kohë, tha Loredana mes emocionesh të shumta. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.